Përshëndet të nderuar miq të Telesportit, rikthehemi edhe një herë me basketbollin, pikërisht me basketbollin nga vendi kampionati kombëtar shqiptar, që tashmë ka nisur dhe kjo është java e tretë në takimin e radhës, pra në takimin që do të transmetojmë për këtë javë, duke duke patur një gjithëpërfshirje për gjitha takimet, për gjitha ekipet dhe madje edhe në çdo qytet. E pikërisht Telesport ka udhëtuar sot pra drejt Shkodrës, ku do të transmetojmë takimin Vllaznia Teuta e vlefshëm pra për javën e tretë të kampionatit kombëtar shqiptar. Vllaznia Teuta që luhet në Shkodër në stadiumin në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. E pikërisht nis ky takim me gjuajtjen e Marcel Aliaj, i cili me sa duket do të ketë gjuajtje të lira. Shohim në këtë moment edhe gjyqtarin ndërkombëtar Ervin Koçi, i cili gjykon pra këtë takim. Fillon këtu kjo sfidë, pra si thënë Vllaznia Teuta, një ndeshje kjo do të jetë e fortë, rivalizuese, e vështirë për dy ekipet, duke patur parasysh që Vllaznia mbetet po një ekip madje i përforcuar me djem të rinj që kanë ardhur nga ekipet zinxhir, ndërsa le të themi që kemi patur një ide për ekipin e Vllaznisë duke parë pikërisht një javë më parë me ekipin e Tiranës, ndërsa ekipin e Teutës pra e transmetojmë për herë të parë në këtë sezon, që kujtojmë ekipit e Teutës së Durrësit vjen tashmë në kategorinë e parë apo në grupin A, vjen në këtë sezon duke u shpallur pra 10 fitues në kategorinë e dytë apo në grupin B, duke qenë në vendin e parë dhe kalon automatikisht pra në grupin A, pra në kategorinë e parë, vjen në këtë kategori mes më të mirëve, mes më të fortëve, por edhe duke përforcuar ekipin, pra siç edhe po e përmendim pak më parë, nëse Vllaznia le të themi ka një përforcim por me djem të rinj që vijnë nga ekipet zinxhir, në të kundërt Teuta ka përforcuar ekipin duke afruar lojtar me eksperiencë, pikërisht shohim dhe lojtarët që gatovin janë në përbërjen e formacionit të parë të ekipit të Teutës, 3 lojtar shkodran. Këtu shohim që Marcel Aliaj ka arritur të shënojë për 2. Le të themi lojtar më i mirë këtij ekipi, gjithë ata që kanë ndjekur rregullisht ndoshta në këto vitet e fundit basketbollin shqiptar, kampionatin kombëtar shqiptar, kanë arritur të kuptojnë që nëse flasim për Teutën apo për Durrësin, menjëherë nën kuptohet apo personifikohet ky ekip me emrin e Marcel Aliaj, lojtari më i mirë i këtij ekipi, një gjuajtës mjaft i mirë, një shuteri i pastër, një sniper, një nga pikëshënuesit më të mirë në gjithë këto sezonet e fundit, madje shpallur dhe si pikëshënuesi më i mirë, besoj 2 apo 3 sezone më parë. Një lojtar pra që gjithmonë synon të jetë në krejun e renditjes për sa i përket pikëve të shumta. Natyrisht me këto pikë të shumta që ai shënon, me një mesatare pikësh gjithmonë tek 20 apo 30 pikë për ndeshje, ndihmon ekipin e tij ashtu siç ka bërë pra një sezon më parë, duke kaluar tashmë në kategorinë e parë. Por nuk vin më, le të themi, me atë ekip Teuta për të synuar ndoshta vetëm prezencën në kategorinë e parë, por synon edhe më tepër duke përforcuar pra siç tham këtë ekip me 3 lojtarë që kanë ardhur nga Vllaznia, pra vjet janë aktivizuar me Vllaznin, e tashmë luajnë pra pikërisht me ekipin e Teutës. Shohim ka një problem se duket, por zgjidhet më njëherë topi është edhe një herë për Vllaznin, topin e ka Bërdica, Ervin Bërdica. Shohim Tarabosh i cili tenton për 2, është i pasaktë, se duket ka patur një faull. Ka patur një faull në këtë moment, do të kemi 2 gjuajtje të lira pra për Tarabosh. Shohim edhe një herë depërtimin e tij me të majtën. Një faull nga shkodrani Faslia pra, i cili pra këtë sezon luan me Teutën. Vjen gjuajtja e parë saktë Taraboshit. Shohim tashmë edhe gjuajtjen e dytë të tij. Shohim nëse do të përsëritet gjuajtja. Nuk ka qenë saktë gjuajtja e dytë e Taraboshit. Inkuadrohet pra dhe gjyqtari kryesor i kësaj ndeshje, pra Ervin Koçi. Topin e ka tashmë Abrazi, i cili depërton, por hap shumë shpejt për Luca. Edhe një herë Marcel Aliaj
gabon në pasimin e tij, me shpejtësi tashmë Bërdica, sulmi shpejt. Bërdica nuk e përfundon vetë, pason. Shohim. Pas sakt në këto momente Tevija. Edhe një topish për Bërdicën, ka një interceptim, mjaft mirë Marcel Alia, i shkoni vetëm në një lojë 1-1 me Bërdicën, gjua për 2 dhe është i sakt. Arrin të shënoj mjaft mirë Alia. Inkuadrohet Marcel Alia. Një lojë mirë nga të dyja palët deri tani, një lojë fortë, shohim që ekipi i Utës po mbron zonë, pra zonale. 2-3 her pas here shkëputet nga 2-3 në 2-1-2. Pra në mbrojtjen që ka përzjedhur në këtë fillim tekniku i Teutës Kastrati, Alban Kastrati. Në këtë moment një gjuajtje pas sakt. Këto me ka tashmë Lazani. Shkoni vetëm gjuan. Është i sakt. Mjaft mirë, një kthesë e bukur e tij. Arrin të realizojë organizatori Teutës. Edhe ky Shkodrani, i cili një nga 3 shkodranë që ka ardhur në radhët e ekipit të Teutës në këtë sezon. Vazhdon pra mbrojtje zonale tek Teuta, por pikërisht atë që duhet bllokonin pasat në qendër, vjen një pas, shikoni. Ndoshta mbrojtja duhet kishte mbyllur më mirë për atë pasim, natyrisht do të bllokonte më mirë ndoshta dhe do të evitonin ata kosh që erdhi pikërisht në qendër. Edhe njerë topi do tjetë për Vllaznin. Inkuadrohet dhe tekniku Alban Kastrati, ka 2 sezone që drejton Teutën. 2 sezone pra për të sezoni i parë i suksesshëm, duke dalë në kategorinë e parë. Dhe tashmë të shohim aventurën e tij në kategorinë e parë, që është natyrisht edhe më e vështirë se sezoni i kaluar. Kujtojmë, ai ka zëvendësuar teknikun që ka drejtuar Teutën deri par vjet, pra. Artan Teriati, i cili është larguar pas disa sezonesh tek Teuta. Në këtë moment vjen dhe një 3 pikësh i Bërdicës. Një lojtar vërtet mjaft i sakt në gjuajtjet për 3. Këtë do ta shohim gjatë gjithë takimit, e sidomos në Shkodër janë edhe më të saktë akoma. Janë disa lojtarë si Bërdica apo Halili që janë vërtet të rrezikshëm në gjuajtjet për 3. Dhe atë që kemi përmendur dhe në ndeshjen kundër Tiranës, janë ndoshta në sulmin e tyre pjesa më e mirë e Vllaznisë. Gjuajtjet për 3, shohim dhe një Bërdica i pasakt. Megjithatë Taraboshi po shkoshit, nuk arrin të shënojë, rimer topin gjuan e kësaj radhe nuk gabon. Arrin të shënojë Taraboshi po shkoshit. Inkuadrohet autori i disa pikëve në këtë fillim takimi. Edhe një i shpejt organizatori të Utës, por ka patur një fallë sa duket. Edhe një inkuadrohet Taraboshi. Kujtojmë të nderuar miq, në këtë javë të 3 të kampionatit, pra tashmë është marrë një pushim sa duket. Në këtë javë të 3 të kampionatit ka patur surpriza, vazhdojnë surprizat në kampionatin e meshkujve në basketbol, diçka më ndryshe për femrat, pasi ato që kryesojnë, ato që dhe mendohet të jenë pretendente deri në fund të kampionatit, drejt fazës së play-offit, ato vazhdojnë të fitojnë rregullisht, ndërsa për ekipin, pra për kampionatin e meshkujve ka surpriza dhe ka ndryshime. E pikërisht gjatë kësaj jave kujtojmë kanë qenë pra për kategorinë e parë këto 3 takime, pra përveç takimit Vllaznia Teuta, kujtojmë që Tirana ka qenë udhëtuese në Korçë për sfidën me Skënderbeun dhe ka arritur të fitojë kundër Skënderbeut të Korçës. Ka arritur të fitojë 100-68, pra Tirana mbetet e pathyeshme në këtë fillim sezoni. Kujtojmë që Tirana po kalon padyshim një moment mjaft të mirë, duke pasuar, nuk ka ardhur si rasti, le themi janë momente apo sezone që pasojnë njëra tjetrën, duke kujtuar 2 sezone më parë, Tirana ka fituar kampionatin duke u shpallur kampione në ato finale kundër Partizanit, dhe një kampionat që Tirana ka mbyllur me vetëm 1 humbje,
ndërsa vjet pikërisht në sezonin 2008-2009 finale që dhe u transmetua në Telesport. Kujtojmë që ekipi i Tiranës e fitoi kampionatin me të gjitha fitore dhe asnjë humbje, 28 ndeshje të 28 fitore për Tiranën, duke fituar Kupën e Republikës, Superkupën dhe titullin kampion, pra kampionatin, me 28 fitore, 0 humbje në sezonin e kaluar. E tashmë në sezonin e ri, Tirana vazhdon po atë e përsi që pati dhe vjet, deri tani ka arritur të fitojë me Vllaznin, me Valbonën në javën e parë, me Vllaznin në javën e dytë, dhe tashmë në javën e tretë fiton me Skënderbeun, pra 3 fitore, 0 humbje Tirana që udhëheqje vetme në kreun e renditjes, dhe kujtojmë që Tirana, përveç faktit që ka 3 fitore, 0 humbje, ka dhe një progresion të jashtëzakonshëm në sulmin e saj, ku në çdo ndeshje ka shënuar mbi 100 pikë, pra me këto kundërshtar që ka patur. Ndeshjet e radhës që i mbeten Tiranës për të mbyllur, le të themi, fazën e parë, ose më mirë gjysmën e parë të fazës së parë, i mbeten edhe 2 takime që do të jenë përballë Teutës dhe Studentit. Pra Tirana fiton me Skënderbeun 168, por surpriza vjen nga sfida Studenti Valbona. Ose më saktë Valbona Studenti, pasi Valbona ka qenë ekipi pritës. Pra Valbona Studenti, Valbona ka arritur të fitojë 69 me 59, ndoshta kjo ishte surpriza pasi mendoj që Studenti do të fitonte lehtë përballë Valbonës, e kështu vetëm mendoj, por në fakt në fushë ka ndodhur këtë e kundërta, pasi Valbona ka fituar me 10 pikë diferencë në një takim ku kujtojmë në 2 periodat e para ka qenë një ndeshje, le të themi, e barabartë, ekuilibruar, më pas me largimin me faull teknik për jashtimit të organizatorit Lasku tek ekipi Studentit. Gjithçka ndoshta shkoi jo ashtu siç e kishin menduar pra lojtarët e Studentit, pasi në periudhën e tretë ndodh dhe pjesa më negative e kësaj ndeshje për Studentin, ku e humbi si periudhë të tretë 25 me 12, pra shënoi vetëm 12 pikë, dhe kujtojmë që atje në këtë periudhë të tretë duke pasuar, le të themi, dhe një dizavantazh për vetëm 3 pikësh nga periudha e dytë, duke i shtuar dhe këto të periudhës tretë, avantazhi për Valbonën arrin deri në 18 pikë avantazh, natyrisht tepër e vështirë për t'u kthyer, dhe më pas të periudhën e katërt thjesht diferenca ulet deri në 10 pikë dhe takimi pra përfundon me 10 pikë diferencë në favor të Valbonës. Kujtojmë që Valbona ka tashmë 2 fitore, 1 humbje. Ka fituar me Teutën me diferencë të ngushtë me vetëm 3 pikë në Durrës në Ramazan Njala, e tashmë fiton me Studentin në Aslan Rusi, pra në Tiranë, dhe ka humbur me Tiranën, pra javën e parë 2 fitore, 1 humbje. Studenti që ka natyrisht 2 javë të errta, le të themi, humb para një jave në Korçë me Skënderbeun me diferencë prej 13 pikësh, dhe tashmë në këtë javë humb me Valbonën, pra me diferencë prej 10 pikësh, dhe ka vetëm një fitore në javën e parë me Teutën e Durrësit me një diferencë pra diçka tek 24-25 pikësh. Pra 2 humbje dhe 1 fitore për Studentin, që natyrisht pozitat në këtë fillim nuk janë fort mira. Megjithatë duhet përmendur për Studentin në këtë sfidë ka munguar Damo, Aleksandër Damo, gjithashtu vazhdon të mungojë dhe Sokol Kasmi, i cili është drejt rikuperimit pas operacionit të tij në gjuhë, dhe natyrisht duke përmendur dhe faktin që edhe Lasku u largua me teknik përjashtimi, e themi një ekip që ishte më i dobët me 3 titullar më pak, ndaj dhe vjen kjo humbje, edhe pse nga pala Student, nga ana Student ka qenë tepër e kontestuar për gjykimin, një gjykim që ka qenë ndoshta për të patur një vëmendje më të madhe, pasi ky gjykim ndoshta me të drejtë është kontestuar nga Studenti, dhe një gjykim i tillë po përsëritet në disa ndeshje ku kushtozon përfundimin e takimit. Megjithatë, natyrisht që i takon kolegjumit të gjyqtarëve të vendosi për këtë takim nëse gjykimi ka qenë i rregullt apo jo. Shohim në këto momente. Me sa duket do të jetë dhe një për Vllaznin. Pra këto kanë qenë takimet, këto
kanë qenë takimet për meshkujt, pra për kampionatin e meshkujve në basketbol. Siç përmendëm, fitore e Tiranës dhe fitore e Valbonës. Pavarësisht nga kontestimet e studentit, situata është e tillë, pra, është e tillë për të vazhduar idenë e pakëparshme. Situata është e tillë ku studenti ka humbur edhe pas kontestimeve ndoshta vuan dhe penalizimin e Laskut dhe për takimin e ardhshëm, pra, pas atij faulli teknik për jashtimi. Ndërsa për kampionatin e femrave tashmë gjithçka është më e qartë. Pas largimit nga kampionati, pasi kampionati femrave ka filluar me një ekip më pak pa DHL-n. Pa DHL-n e cila ka qenë gjithmonë në këto vitet e fundit, ka qenë e fortë, ka qenë një ekip që i ka vështirësuar ndeshjet, le të themi, kryesuesve, dhe sidomos në 2 sezonet e fundit ka qenë pikërisht ekipi i dytë pas Flamurtarit, nën kampion në 2 sezonet e fundit DHL-ja, por që me vështirësitë financiare largohet këtë sezon, pra nuk e fillon aktivitetin për sezonin 2009-2010 dhe nga DHL-ja ato lojtarë, pra, që spikatën janë larguar drejt ekipeve më të mira si Flamurtari apo Apolonia. Dhe natyrisht që mbeten, le të themi, nga 4 pretendente që kanë qenë gjithmonë në kategorinë e parë, pra Flamurtari, Tirana, DHL-ja dhe Apolonia. Tashmë mbeten 3 ekipe të forta, le të themi, më të fortat, Flamurtari, Tirana dhe Apolonia, me një studenti që ndodhet në vendin e 4 dhe ndjek 3 kryesueset, edhe pse në këtë fillim akoma nuk ka një shkëputje të 3 ekipeve kryesuese. Megjithatë, kujtojmë që në këtë fillim sezoni, pra kanë arritur të fitojnë dhe sidomos në këtë javë, siç tham, fitojnë, pra, Flamurtari përballë Matjaneve, ku kujtojmë që në këtë sezon për femra luhet me vetëm një kategori. Pra janë 8 ekipe, ndaj dhe vazhdohet ky kampionat me vetëm një kategori. Pra Flamurtari fiton, Tirana fiton në transfert kundër Elbasanit, gjithashtu fiton dhe studenti në Shkodër kundër Vllaznis, Vllaznia deputuese, pra për femra. Kujtojmë që Vllaznia për ekipin e femrave për të reja shpallur vjet kampione e tashmë debuton në kategorinë e parë me të rriturat. Pra studenti fiton lehtë 90-64 kundër Vllaznis. Gjithashtu fiton, pra, dhe Apolonia. Pra këto kanë qenë pak a shumë, le të themi, një përmbledhje shkurtër e rezultateve dhe mënyrës se si ka shkuar kjo javë e tretë për të 2 palët meshkujt dhe femra në basketbollin shqiptar. Shohim tashmë, mbyllëm me 3 pikësh me sa duket kjo periudhë. Mjaft mirë në këto momente. Mbyllet me këtë 3 pikësh ku jep një avantazh edhe më thellë akoma. Ndoshta është përzgjedhur çuditërisht një mbrojtje zonale kundër Vllaznis që është besoj e gabuar. Kjo mbrojtje zonale kundër Vllaznis, pas Vllaznia, siç dhe pam dhe në periudhën e parë, është vërtet shumë e saktë në gjuhjet e për 3, sidomos në fushën e vet. Është shumë e saktë, është shumë e vështirë të mbulosh këto lojtarë që janë vërtet të zotët në këto gjuhjet e për 3 dhe e përsinë kanë krijuar pikërisht me këto gjuhjet e për 3, apo her pas here dhe me lojën e mirë në zonë poshkoshit nga qendra Taraboshi, Arra e të tjerë që kanë arritur, pra, të kenë këtë e përsinë. Ndërsa nga ana tjetër për ekipin e TUT-s ka këto probleme, le të themi, në mbrojtje, ku ndoshta është përzgjedhur mbrojtje e gabuar për këtë fillim. Pra kjo zonale 2-3 që nuk po i sjell asgjë. Dhe nga ana tjetër dhe her pas here një paqartësi në sulm, ku shohim ende, pra, shuterin e tyre Marcel Arie ende nuk ka dalë në lojën tipike të tij që e kemi parë në çdo ndeshje, të jetë ai si një violinë e parë, ku të ketë gjuhjet e her pas here të sakta, sidomos gjuhjet për 3 pikë. Megjithatë, është vetëm periudha e parë. Le të themi ekipet janë njohur tashmë me njëra tjetrën. Natyrisht që në çdo sfidë që përballet TUT-a ka një, le të themi, ka një periudhë njohje mes ekipeve pasi TUT-a vjen, pra, si thamë, nga kategoria e dytë.
Ndaj dhe gjithçka ka ndryshuar dhe në ekip dhe në përbërjet të TUT-s. Ndaj dhe le të themi që kjo periudhë e parë ka qenë pra një periudhë, një 10 minutësh për dy ekipet, një njohje me njëra tjetër, e tashmë ndoshta rivaliteti do të rritet. Pam pra dhe teknikun koçi duke dialoguar me lojtarin e TUT-s Berberi. Do të fillojë në këto momente sërish sfida. Topi është pra për Vllaznin, duke qenë se xhemin e parë ka fituar TUT-a, e tashmë topi për Vllaznin, topin e ka Bërdica. Shohim, është ndruar me sa duket mbrojtja, e natyrisht është ndruar mbrojtja. Natyrisht që është kuptuar nga tekniku Kastrati, është kuptuar që ka një dobësi për të mbuluar këto gjuajtës për 3 pikë, për 3 pikë. Të gjuajtës së vërtet zotët, është vështirë ti mbulojnë ndoshta lojtarët Dursak me zonalin 2-3, ndaj dhe shkthyer edhe një herë mbrojtja pra në 1-1. Shohim ka një vjedhje mjaft mirë nga Llazani tashmë, i cili shkoni vetëm dhe realizon. Arrin të realizoj për 2. Shkodrani, i cili luan kundërisht ekipit e tij. Topin e ka tashmë Bërdica. Shohim përballjen e dy organizatorëve. Qarkullohet topi, vjen kjo gjuajtje për 2, është e pasakt, meritomi tabel nga Luca. Edhe një herë tashmë Llazani. Shohim pra që për Vllaznin ka hyrë në lojë dhe Nexhimi. Adrian Nexhimi, por vjen në këto momente një gjuajtje sakt për 2, pikërisht nga Luca. Shohim pra dhe një herë qarkullohet topi, kërkon një lojë 1-1 më në fund, pasish për Nikolin Arra. Vjen në këto momente gjuajtja e sakt. Mjaft mirë, Hyka ka arritur të shënoj. Vjen dhe gjuajtja e Faslia, i cili arrin të shënoj. Edhe ky Shkodran, i cili luan kundërisht ekipit të tij. Shohim pra të përsëritur dhe 2 koshat e fundit, 2 aksionet e fundit. Arrin të realizojnë, megjithatë loja vazhdon. Shohim nëse do të rritet disi agresiviteti. Mjaft mirë, arrin të shënojnë në qendër Nexhimi. Inkuadrohet Adrian Nexhimi. Me vështirësi pasohet tashmë për tek Luca. Edhe një këto momente Marcel Aliaj, i cili pas saj finte kërkon të gjuaj, por ka një faul ndaj tij. Ka një faul ndaj Marcel Aliaj, një lojtar i cili ka qenë dhe pjesë e ekipit kombëtar në gjithë vitet e tij të karrierës, le të themi. Një karrierë e shkurtër, pasi është një lojtar fare i ri në moshë. Dhe kujtojmë që ka luajtur gjithë këto sezone vetëm me ekipin e TUT-s. Pavarësisht se ofertat kanë qenë të shumta për Marcel Aliaj drejt ekipeve të kryeqytetit. Por në gjithë këto sezone e kemi parë të lojtar pra të aktivizohet vetëm me TUT-n. Shohim tashmë Nexhimi. Edhe në këto momente Taraboshi, me së duket ka faul nga Berberi. Ervin Berberi ka shkaktuar faul. Inkuadrohet pra në këto momente Ervin Berberi ka shkaktuar ai faul, të shohim nëse do të ketë dëgjuajtje. Nuk ka gjuajtje, topi të futet edhe një nga vija fundore për ekipin e Vllaznis. Edhe njerë aksioni pra për Vllaznin. Sërish topi ka dalë jashtë. Shohim dhe këtë gjuajtje të Bërdicës, sa arrit të realizoj.
arrin të realizojë, ndoshta mbrojtja ja harron pikërisht poshtë koshit. 7 shkurtrin organizatorin Bërdica e harron poshtë koshit dhe ai arrin të shënojë Mahati të fitojë edhe një gjojë të lirë. E fillojnë mjaft mirë, ashtu si dhe në periudhën e parë. E fillojnë mjaft mirë shkodranët me disa pikë rjesht, duke arritur të shënojnë dhe të krijojnë e përsi. E në këtë moment e shohim që mbrojtja e tyre ka filluar me një pressing, por natyrisht që vazhdon një kundër një në zonë, ndërsa në këtë moment e ka arritur të shënojë edhe një herë Faslia poshtë koshit. Shohim në këtë momente, luhet për Bërdicën, ky për Nexhimin, i cili kthehet, pason mjaft mirë për Taraboshin, nuk arrin të realizojë. Top edhe një për Teutën me Berberin, nuk ka fall, vazhdon Faslia, Luca, edhe një Marcel Aliaj. Vazhdon Marcel Aliaj, i cili tenton me një për 3, nuk është i sakt. Me shpejtësi tashmë shohim lojtar Shkodran Tevija. Në këtë moment e Nexhimi, por me se duket ka një faul përpara se tenton të gjuajtje Nexhimi. Edhe një nga vija fundore, topi është për Bërdicën, i cili mbrohet nga Abrashda, i sapo futur. Taraboshi gjuan për 2 është i sakt. Arrin të realizojë Taraboshi një mbrojtje ndoshta e dobët poshtë koshit nga qendrat dursake. Shohim tashmë Marcel Aliaj. Depërton ai gjuan e me se duket ka një fall në sulm nga vet Marcel Aliaj. Këtu shohim edhe një herë koshin e pak më parshëm të Taraboshit. Bërdica ka rimarrë sërish topin në organizimin e tij. Ka një blok e më pas gjuajtja për 3. E pas sakt, meritomi tabel nga Berberi. Vazhdon vet Berberi. Shohim pra që dursakët nuk e ka në lojë tashmë organizatorin e tyre Llazani, por topi her pas here luhet her nga Berberi e her nga Abrashda. Vjen ky depërtim më pas gjuajtja për 3. Është pas sakt, çuditërisht janë të pasakt Shkodranë në këto 2-3 gjuajtje të fundit. Shohim që ka ndrim në këto momente. Shohim nëse është ndrim apo pushim, është pushim, sa duket. Është pushim në këto momente. Inkuadrohet dhe pankina Shkodrane. Pikërisht tekniku Bledar Gjeçaj, i famshmi Bledar Gjeçaj. Ndihmësi i tij Redis Ramani. Nëse nga ana tjetër dhe pankina dursake me teknikun Alban Kastrati. Ky është pra dhe rezultat 36-22 në favor të ekipit vendas Shkodranët e Vllaznisë. Luajnë një sfidë natyrisht më komode. Por këto janë sfida, le të themi, që në Shkodër luhet e tillë, në Durrës do të jetë ndryshme. Dursaka do të jenë ndoshta më favorit, pasi janë ekipe kundërshtare direkte. Vllaznia, Teuta, gjithashtu Skënderbeu i Korçës dhe Valbona. Të 5 këto ekipe janë tashmë ekipe të njëjtit nivel, janë ekipe të përforcuar apo të dobësuar dhe janë baraspeshuar si ekipe. Dhe mbeten këto 5 ekipe që luftojnë për play-offin, ndërsa ekipi 6 është në kategorinë e parë, Tirana, duket sikur ndoshta nuk i përket këtij kampionati. Është një nivel më lartë me nga 12 lojtarë, pra 7 janë përfaqësuese. 7 ose 8, mos gaboj, 8 lojtarë madje janë kombëtare, në përfaqësuese nga 12, pra. Dhe natyrisht që Tirana është një tjetër kapitull. Ato që thamë të pak më parë, ndoshta
me këtë niveli përket një kampionati tjetër, megjithse luan akoma vetëm për kampionatin kombëtar, mendoj që në këtë sezon do të merrte pjesë dhe në Kupat e Europës, ku mendoj se do të merrte fillimisht në Balkan League. Akoma nuk ka një prononcim nga klubi Bardha Blu nëse do të marrin pjesë në këtë Kupë të Europës, pra në Balkan League, në Ligën e Ballkanit. Ku kujtojmë që për Bardha Blut, për volejbollin ka nisur aventura europiane, për volejbollin e femrave. Ekipi i Hasan Gurabardit tashmë e ka luajtur ndeshjen e parë në Zyri me ekipin e VBC Koniz në Zyri, pra kundër zvicerianëve, ku kanë humbur 3-0, dhe sfida e radhës për to do të jetë në datën 24 tetor. Ne kujtojmë që ndoshta me pozitat më të mira, më të përmirësuara për klubin Tirana, pozitat financiare të përmirësuara ndoshta nga mbështetja e bashkisë apo dhe sponsorëve të ndryshëm, natyrisht që Bardha Blut, duke qenë se janë kampionë fuqi për basketboll për meshkuj dhe për femra në volejboll, natyrisht që pritet që të jenë pjesëmarrës në Kupat e Europës. Për sa i përket kampionatit, ndoshta ajo që do të mbyllte idenë për ekipin e Tiranës, vështirësia e tyre këtë sezon do të jetë të gjejnë një rival, të gjejnë një kundërshtar. Duke sigurisht një kampionat që lufton për vendin e dytë, pasi vendi i parë është i pronotuar ndoshta nga Tirana. Megjithatë, kjo i takon vetëm kampionatit, faza e parë, faza e dytë, por gjithçka mund ndodhi. Një merkato që hapet në janar për rreth një muaj dhe nuk dihet se çfarë sjellë e merkato, se çfarë surprizash, ndoshta lojtarët huaj që afrohen ekipe të ndryshme, ekipe që mund ta ndjejnë veten të fortë në renditje në ecurinë që kanë bërë në fazën e parë apo në Kupën e Shqipërisë, që do të jetë besoj në dhjetor. Dhe duke parë se mund të kenë mundësi, atëherë mund të shpenzojnë për merkaton e dimrit për të rivalizuar në play-off Tiranën apo këdo ekip që mund të jetë në atë play-off. Kjo i takon ndoshta një fazë tjetër, pra si tha, merkatos së dimrit. Me këtë fillim, Tirana tregon që ndoshta nuk ka një rival real fizik përballë. Megjithatë, pritet me shumë interes nga media, nga publiku, pritet sfida që do të jetë në javën e 5 të kampionatit mes Tirana e Studenti. Mendohet që do të jetë një derbi i bukur, një super sfidë. Mendohet që do të jetë, besoj, vazhdimësia e, le të themi, natëve të vjetra, nëse do të përmendja këtë shprehje, pikërisht për kampionatin e fituar nga Tirana vjet në finale kundër Studentit, apo nëse Studenti do të hakmerret në thonjza në këtë sezon, që në fazën e parë me përballjen kundër Tiranës. E pikërisht ajo çka nisi, le të themi, që në sezonin e kaluar pasohet në këtë sezon, dhe edhe pse Studenti e ka filluar ndoshta disi dobët këtë sezon me 2 humbje dhe 1 fitore, gjithsesi ndoshta është ekipi që mund ta rivalizojë direkt dhe mund të jetë ky takim apo derbi që pritet më shumë nga shikuesit. E në këtë moment e ka një faul në dëm të Halilit, Altin Halili, i cili është në lojë tashmë, një nga veteranët e ekipit të Vllaznis. Kujtojmë që Halili është aktivizuar vite më parë dhe me Valbonën, ku është shpallur dhe kampion. Është i saktë në gjuetën e parë. Shohim dhe gjuetën e dytë të Halilit. Është i saktë pra në të dyja gjuetjet. Vazhdon në këto momente Marcel Aliaj. Pasimi në këto momente e me së duket vjen
Vjen pas shumë minutash një tjetër kosh. Shohim gjyqtarët nuk kanë qenë të vëmendshëm, por ka patur një fall në atë futi topit nga fundorja, nga Shkodranët. Hape topi për Nexhimin, i cili shkret bosh, gjuma për 3 dhe është i sakt. Pritej në fakt, pritej që të ishte i sakt dhe realizon për 3. Shohim një ambient të ngrohtë në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi në Shkodër, ku ka në fakt disa shikues që janë të interesuar për këtë sfidë. Kujtojmë në këtë pallat sporti në këtë fundjavë, po në këto ditë, le të themi, ku ka përfshirë dhe volejboll dhe basketboll në javën e tretë, kanë qenë shumë ndeshje. Kujtojmë që është luajtur sfida natyrisht duke përmendur edhe sfidat e ekipeve të moshave, para të rinj në basketboll apo dhe të rinjt. Gjithashtu kujtojmë për ekipet e të rriturve. Këtë fundjavë e ka nisur pikërisht sfida e basketbollit të femrave mes Studentit dhe Vllaznia, apo Vllaznia Studenti. Është fituar nga Studenti 90-64. Më pas është luajtur takimi i volejbollit mes Vllaznisë dhe Tiranës, ku Vllaznia ka arritur të fitojë 3-2 me sete. Pra volejbolli meshkujve 3-2 me sete fiton Vllaznia, ku kujtojmë që Tirana udhëhoqi në fillim 2-0 me sete. Më pas ka barazuar me 2 sete rresht Vllaznia, duke shkuar 2-2 me sete, dhe në setin final fiton ekipi i Vllaznisë. Në setin final 15-8 arrin ta fitojë këtë set dhe e mbyll pra 3-2 me sete Vllaznia, duke i dhuruar një surprizë kampionatit të volejbollit të meshkujve, pra duke fituar kundër Tiranës, që mendoj në fakt që do të ishte fituese, pasi le të themi për gjithë ata që ndjekin volejbollin kanë një ide që Tirana është disi më e fortë, por ka ndodhur krejt ndryshe, pra surpriza ndodhin në sport. E më pas, siç përmendëm, pra e luajtur këto 2 ndeshje dhe takimi që mbyll këtë javë, në takimet që janë luajtur në Shkodër, në këtë pallat sporti. Ky është pra takimi i fundit mes Vllaznia dhe Teuta. Topin e ka Nexhimi tashmë në zotërim. Edhe një për Halili. Shohim Halili pason në këto momente për Arra, por nuk është i vëmendshëm. Topin e ka Marcel Alia, i cili pason për Berberi Abrazda. Bekim Abrazda kërkon diçka të bukur, por nuk arrin të realizojë. Kana tjetër Halili. Shohim në këto momente Tevia e hap topin në vështirësi tashmë. Pason për Nexhimin, ky gjuan për 3 dhe sërish i sakt. Mjaft mirë dhe fiton duart rrugitjen e gjithë pranishmëve, pasi janë 2-3 pikësha rresht. Realizon ai në këtë periudhë një mbrojtje e dobët në fakt. Nuk kuptohet pse është ky dorëzim nga ana e Teutës, që në periudhën e dytë topin e ka Marcel Aliaj, akoma nuk ka treguar asgjë. Luca nuk arrin të shënoj. Janë me së duket sekondat e fundit të kësaj periode, kërkohet që të zgjatet ky aksion deri në fund. Arra e hap topin Nexhimi, i cili nuk tenton më për 3, por gjuan për 2, është i pasakt. Dhe me së duket përfundon perioda e dytë, pra të nderuar miq. Përfundon natyrisht me epërsinë e Vllaznisë, ku e pam ka një lojë më të qartë në sulm. Qendrat po shfrytëzohen mirë, si Ara, si Taraboshi, por dhe gjuajtësit snajperët e Vllaznisë, Bërdica, Nexhimi, Halili e të tjerë arrin të realizojnë në mënyrë sistematike, duke ja vështirësuar këtë ndeshje Teutës udhëtuese, e duke krijuar një avantazh drejt të pamundurës që në periodën e dytë, pra që në pjesën e parë. Pra të ndërruar rikthehemi të nderuar miq, tashmë për nisur periudhën e tretë të kësaj sfide Vllaznia Teuta, që zhvillohet në Shkodër, në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi. Pikërisht në këtë sfidë ku kemi parë deri tani 2 periodat e para, 2 perioda që janë
drejtuar nga Vllaznia, janë komanduar si lojë, kanë patur udhëheqjen, kanë patur avantazhin që kanë dashur, diferencën të dukshme me lojë, me pikë, me gjithçka. Inkuadrohet Bërdica. Deri tani nuk kemi parë ndoshta asgjë nga i rivalitet që pristim, pasi Teuta ndoshta nuk është në atë nivel që pritnim. Akoma nuk shohim lojtar si Marcel Aliaj të dalin lojën e tyre me pikët tipike që i kemi parë në çdo ndeshje. Ka një ngërç, ka një vështirësi për shënimin e pikëve, ndoshta mbrojtja agresive Vllaznis. Janë më komod, luajnë në fushën e tyre, janë më të qartë si në këtë rastin e fundit. Ndërsa nga ana tjetër shohim pra tek ekipi të Utës natyrisht që ka sulmi, plot momente për të ndaluar, ka plot momente që lën për dëshiruar në sulm. Ndoshta her pas here tekniku Kastrati ka menduar të zëvendësojë organizatorin e tyre kryesor, e pikërisht në ato momente ka patur një rrëmujë, apati totale tek ekipi të Utës në organizimin e sulmeve. Por gjithashtu dhe mbrojtja ka gabimet e veta. Pam në periudhën e parë që tentoi me një mbrojtje zonale 2-3, nuk i solli asgjë, madje i dhuroi mundësinë Vllaznis Shkodrës, i dhuroi mundësinë të tentonte për gjuhjet për 3, të ishte saktë, të krijonte avantazh që në periudhën e parë. Pas në periudhën e dytë ndruan mbrojtjen, tentuan me 1-1. Por gjithsesi, shkodranët vazhdojnë të jenë të saktë në gjuhjet për 3, siç dhe pam në periudhën e dytë me Bërdicën, me Nexhimin, Halili apo dhe lojtarët e tjerë, të saktë pra për 3, po ashtu dhe qendrat që kanë arritur të sjellin mjaft pikë, ku më i spikatur deri tani ka qenë Taraboshi. Edhe një herë tashmë luhet nga Llazani. Topin e ka Marcel Aliaj. Shohim Abrazda i cili tenton për 3, është i pas saktë, shkurtër gjuhjet e tij, por e merr mjaft mirë topin, nuk arrin të shënojë Faslia. Edhe një gjuhjet e tij me forcë, po shkoshi më në fund arrin të fitojë gjuhjet e të lira. Ka fallë me sa duket nga Taraboshi. Gjuhjet e të lira pra në këto momente për Faslia. E pas sak gjuhjet e parë. Shëmë pra dhe gjyqtarin e dytë të këtij takimi ka shënuar me sa duket pra në gjuhjetën e dytë. Pra ka arritur të shënoj Faslia dhe tashmë me njëherë sulmi i shkodranëve, pasi mjaft i mirë bllokohet në këtë moment Taraboshi. Kërkon faull, por ndoshta ka qenë gjithçka e pastër. Hap edhe një herë topi, Abrazda pason për Faslia, ky luan mirë në qendër, me sa duket është faull në sulm e çuditshme. E çuditshme faull në sulm, është krejt normal, një lëvizje në qendër, është një lojtar me peshë, shohim edhe një herë momentin. Një gabim, padyshim këto janë gabimet her pas here të gjyqtarëve shqiptar. Edhe një herë sulmi për Vllaznin. Tomen e ka tashmë Bërdica, gjuan në këto momente Ara, Nikolin Ara, por është i pasakt. Edhe një herë Abrazda. Shohim Faslia me forcë në qendër. Nuk arrin të shënoj. Edhe një topi për Bërdicën. Sulmi i shpejt për Vllaznin. Ka një lojë mjaft të mirë në mbrojtje nga Llazani, vënë në vështirësi Bërdicën, por pjesa tjetër e mbrojtjes nuk reagon ashtu si Llazani. Lë korridore, lë hapësira boshe dhe mundësi për shënuar për ekipin e Vllaznis. Edhe një pasi për Faslia. Vjen gjuhjet e Marcel Aliaj për 3. Nuk preka skoshin, duket nuk është në një ditë mirë, ndoshta Aliaj me gjithë rikuperon një top mjaft mirë në mbrojtje.
vazhdon i vetëm trapshi i tij që sjell pik. Më në fund arrin të çonojë për 2. Arrin të çonojë për 2 dhe ka dhe një gjuajtje të lirë. Shohim ndrimin, se duket është rifutur në lojë Luca për ekipin e Teutës. Inkuadrohet Alia, i cili ka dhe një gjuajtje të lirë. Shohim nëse e kthen këtë sulm të vlefshëm për 3 pikë. Vjen gjuajtja e tij, por me sa duket është pas saktë, megjithatë do të përsëritet gjuajtja e lirë. Me sa duket Arra ka hyrë më shpejt në zonë se ç'duhej. Vjen gjuajtja e lirë tashmë e saktë nga Marcel Alie. Topin e ka Bërdica. Shohim në këto momente një skem ndoshta e momentit, por që ka xhem në këto momente mes 2 lojtarëve të 2 me numrin 13. Natyrisht që Jamie tashmë i takon ekipit të Teut, ekipit të Vllaznis, më falni, ekipit të Vllaznis. Nëse duket dëgjohet pra dhe tekniku Gjeçaj që ju udhëzon të gjuajë shpejt pasi ka dhe vetëm 10 sekonda dhe nuk i duhen 10, i duhen edhe më pak. Bërditës për të shënuar këto 3 pikësh. Arrin të shënojë mjaft mirë. Edhe i shkoni loja 1-1, e më pas gjuajtja e shpejt, e sakt. Kishte vetëm 10 sekonda nga ai sulm. Gjeçaj pra kërkon të gjuajtë shpejt dhe pikërisht ashtu ishte. Topin e ka Alia. Një mbrojtje e mirë në këto momente nga Bërdica, i ka vjedhur topin vetëm për një moment pasi topi më pas ka dalë jashtë. Inkuadrohet Bledar Gjeçaj. Tekniku i Vllaznis trashëgon pikërisht vendin që ka lënë tekniku i mëparshëm prej shumë vitesh apo dekadash, i famshmi trajner shkodrani Vllaznis, Petrit Osmani. E tashmë këtë Vllazni prej këtij sezoni e drejton Bledar Gjeçaj, i cili ndoshta ndryshimin e parë që ka bërë, shohim që ka futur frymën e re në këtë ekip, aktivizohen lojtarët e rinj. Ka ndoshta më pak minuta për veteranët. Natyrisht frymë e re, një entuziazm rini. Shohim lojë më shpejt, më e bukur për shkodranët. Ndoshta këtë sezon mund të jenë rivalizues, mund të jenë të fortë, mund të jenë ekip që do të synojnë play-offin, do ta kenë të vështirë padyshim për të arritur ndoshta finalet. Por si do që tjetë në vitet e ardhshme do të kenë mundësi për më tepër, pasi janë të gjithë djemë të rinj, janë të gjithë bashkëmoshatar, 18, 19 apo 20 vjeç, që kanë ardhur nga ekipi të rinjve të Vllaznis. Vetëm 2 sezone më parë ka qenë kampion ekipi të rinjve të Vllaznis, vjetu shpall ekipi i Tiranës. Dhe natyrisht janë po këto lojtarë që tashmë pra janë inkuadruar në ekipin e të rriturve, ekipin e parë të Vllaznis. Siç dhe kemi thënë, në Shkodër janë 2 ekipe, moshash përpara të rinj dhe të rinj, Vllaznia dhe Shkodra Basket. Dhe natyrisht ka shumë mundësi për dalë sa më shumë element të rinj, element mirë, talente që i shërbejnë jo vetëm ekipit Shkodran të Vllaznis, por dhe kampionatit shqiptar në tërësi ekipeve të tjera. Pasi Shkodranët në këto vite të fundit kanë patur në disa ekipe të ndryshme, e themi kanë patur një rol kryesor. Shohim tashmë gjuajtjen e shpejt, një skem kjo që del mrekullimisht mirë. Vërtet një skem e bukur me një blok, e më pas dhe gjuajtja e saktë për 2, ku sjell avantazhin e radhës
edhe më të thella kohë megjithatë Faslia e merr topin bukur, por nuk arrin të realizojë. Topin e merr në tabel siç dhe pam Nikolina Ara. E në këtë moment ka një gabim, provon edhe më të rinë tek Vllaznia tashmë. Shohim topin e ka Lazani. Luhet në këtë moment për Berberi, i cili vazhdon lojën e tij 1-1. E në fund ka një faull me sa duket në dëm të Ervin Berberi. Shohim që ka ndrime në këto momente. Rifutet në lojë me sa duket Luca për ekipin e Teutës. Gjuhet e pas sakt, gjuhet e parë e Berberit. Arrin të realizoj të dytën. Topi dhe njerë për Vllazdin. Ku shohim Tevia, i cili mund kishte tentuar vetë, por tentoi të pason për qendrat. Gjuhet e tij e pas sakt, Arra, gjuhetja e dytë e pas sakt. Dhe topi jashtë, topi do të jetë tashmë për Teutën. Edhe njerë Lazani. Shohim një pasim i mirë më në fund, Marcel Liaj, Gjuan. Nuk është i sakt në këtë gjuhete. Topi del jashtë edhe një për Vllaznin. Vjen dhe gjuhetja në këtë moment nga Tevia, por e pas sakt, mirë topi tabel nga Luca. Një luftë ashpër në tabel dhe njerë Dursakët fitues në tabel. Vjen kjo gjuhete për 3. E pasak nga Lazani, Luca i cili rimer topin në tabel. E ka një faull me sa duket nga Nikolina Ara. Shohim pra që tashmë ka ndaluar loja, me sa duket i dëmtuar Lazani. I dëmtuar pra organizatori Shkodrani të Utës. Ndoshta do të zëvendësohet në këto momente. Zëvendësohet pra në këto momente Lazani i dëmtuar në gjurin e tij të majt. Shohim dhe gjuhetja e dytë e Lucës së sakt. E në këto momente disi në vështirësi ekipit e Utës për organizimin e sulmeve, organizator kryesor pra Lazani është jashtë fushë pasi është dëmtuar në gjuhë, duke shpresuar që të mos ketë një dëmtim serioz e të kthehet të luaj. Ndoshta për këtë ndeshje ndoshta nuk ka pse të sakrifikon, pasi duket si një ndeshje deri diku e humbur nga Teuta. Por natyrisht për të vazhduar në takimet e tjera. Por çuditërisht kjo ndodh shpesh në ekipet tona, në ekipet shqiptare. Një avantazh që merr një nga ekipet, sa do të jetë 10 pika apo ndoshta mbi 10 pikë, menjëherë ekipi tjetër shturet, dorëzohet dhe thjesht pret që të kalojnë minutat. Përpjekjet janë shumë të pakta për të barazuar apo për të kaluar në udhëheqje. Ndoshta nuk ndodh shpesh në kampionatin tonë të kenë, le themi, këtë forcë psikologjike, këtë moral të lartë lojtarët për të kërkuar sado të jetë dizavantazh për ta thyer. E këtë pam në fakt tek Teuta që besoj që në fundin e periudhës parë dhe në periudhën e dytë një dorëzim total.
Tashmë natyrisht duke parë dhe zëvendësimet, duke parë dhe lojtarët e rinj që kanë hyrë në fushë për Teutën. Duket ndoshta që vetë lojtarë për dhe tekniku i tyre kanë kuptuar që do ta kenë vështirë të barazojnë, por le të themi mund dhe të kenë pranuar këtë fakt tashmë. E kjo është vërtet për ta keq që nuk shohim përpjekje nga ekipi i Teutës, nuk shohim lojtarët kryesor të jenë në lojën e tyre të shënojnë ashtu siç shënojnë zakonisht. Shohim tashmë Tevia. Arrin të shënojë Tevia. Arrin të realizojë tashmë për 2. Edhe një Berberi në lojën e tij 1-1. Pas në vështirësi hap topin. Dhe ka një fallë sa duket nga Ervin Berberi. Inkuadrohet në këto momente edhe tekniku Dursak, Alban Kastrati. Drejton pra këtë ekip për herë të parë në kategorinë e parë, vjet e ka drejtuar në kategorinë e dytë në grupin B, ku dhe ka dalë fitues. Natyrisht që ka sfida të vështira përballë. Deri tani ka pësuar vetëm humbje. Ku kujtojmë që ka humbur në javën e parë me Studentin me një diferencë të madhe në Tiranë me 25 pikë. Ka humbur një ndeshje që është vërtet dramatike për Teutën, pikërisht në Durrës, ka humbur me 3 pikë kundër Valbonës. Një ndeshje që duhet ta kishin interpretuar më mirë pas ndeshjet në Durrës kundër çdo kundërshtari. Vërtet që duhet të kërkojnë të fitojnë nëse synojnë play-offin, nëse nuk duan të mbeten në fundin e renditjes e të luajnë më pas play-out. E pikërisht kjo është kryesorja, të fitojnë me kundërshtar të tillë, Valbona apo kushdo qoftë, Skënderbeu, Vllaznia, por patjetër duhet të fitojnë në ndeshjet në shtëpi. E pikërisht humbja pra me Valbonën një javë më parë i çon në këto pozita tepër të vështira, pasi edhe kjo ndeshje duket si humbje për Teutën e Durrësit kundër Vllaznisë. E do të ishte në pozita vërtet të dopta me 3 humbje nëse do të humbte edhe këtë ndeshje pra me Vllaznin. Vjen në këto momente dëgjuhet e Marcel Eliaj që mbyll periudhën e tretë. Pra të nderuar miq, ndoshta komenti për këtë periudhë është i tepërt, pasi e kemi parë edhe nga vetë loja, e kemi parë nga rezultati, e kemi parë nga sulmet, nga koshat, nga mbrojtja e dobët e Teutës, nga zëvendësimet. Kemi parë nga mos përpjekja, mos angazhimi i tyre, nga gjitha këto arsye kemi parë që ndoshta komenti është i tepërt për të thënë se Vllaznia është në një përsi totale dhe meriton të e përsi këtë avantazh, edhe pse është në fushën e vet. Dhe nga ana tjetër Teuta vërtet duhet bëj përpjekje më të mëdha që të arrijë jo vetëm në këtë sfidë, jo vetëm në këtë periudhë për të paktën të ulur dizavantazhin, por përpjekje më të mëdha dhe në ndeshjet e tjera. Natyrisht duhet jenë më lart psikologjikisht, i shohim me moral të ulur që në periudhën e dytë, e kjo nuk duhet ndodhi, një dorëzim i tillë përpara kohë. Shohim shifrat janë tmerrsisht të thella, 73 me 38 në favor të Vllaznisë, një ndeshje që tashmë nuk e diskuton më, janë në një avantazh thuajse 40 pikë. Natyrisht që po luan me më të rinjt që ka në ekip Vllaznia, Bledar Gjeçaj, natyrisht që do të hedhin në fushë lojtarë më të rinj, ata që aktivizohen pak gjatë kampionatit, në ndeshjet e tillë tepër komode për to, me thuajse 40 pikë avantazh. Shohim dhe teknikun Kastrati. Ndoshta nuk e priste kështu këtë ndeshje.
Rikthehemi të nderuar miq tashmë për të nisur periudhën e 4 dhe të fundit të këtij takimi. Vllaznia Teuta deri tani shkodranët në një avantazh të pakthyeshëm, në një avantazh 73-38. Një avantazh që jo vetëm premton fitore, por premton ndoshta avantazh edhe më të thellë në këtë periudhë. Një përfundim teje dramatik për Teutën. Shohim tashmë topin e ka Berberi. Vazhdon Teuta pak a shumë me të njëjtin informacion, pra me Berberi, Aliaj, Faslia, Abrazda dhe Luca. Vjen gjuhët e Marcel Aliaj, nuk prek koshin, janë disa gjuhët e tij të tilla, të dopta. Shohim në këtë moment një tjetër gjuhëje për 3, e pas sakt. Në këtë moment edhe organizimi nga ana e Berberit, duke qenë se organizator kryesor i Teutës, pra Llazani u largua i dëmtuar në gjuhë, e lak të ndeshje mbylli këtë takim, duke shpresuar që mos ketë një dëmtim tepër serioz për vazhdimsinë e kampionatit. Shohim tashmë një tjetër gjuhë për 2, e sakt. Kujtojmë që në këto pozita që Vllaznia është tashmë përballë Teutës, ishte parë një javë Tirana kundër Vllaznisë me një avantazh 40, madje arriti të përfundonte ndeshja me 50 pikë avantazh, 110 me 106 të rrumbullakosura pra shifrat. Dhe ishte me një avantazh tepër të lartë. Ndoshta ka një pikë ku duhet të ndalohemi gjatë për sa i përket këtij kampionati dhe ecurisë dhe ekipeve dhe ekipet që marrin pjesë që mbështeten nga bashkitë, nëse do të flisnim diçka për anën financiare që po e vuajnë shumë ekipet në kryeqytet, ekipe që mbështeten ende nga ministritë si Studenti, Partizani, apo nga Dinamo që tashmë nuk ekziston më prej 2 sezonesh. Kujtojmë Dinamo që para 4 vitesh, 4 sezone ka qenë në finalen kundër Valbonës, nëse kujtohet, në atë finale që përfundoi 3-1 teksa fillonte kampionati Valbona. Pra, kanë qenë në finale, kanë qenë gjysmë finale apo finale, ka qenë gjithashtu në finale kupash e superkupash. Nuk ka nevojë për reklam për Dinamo, pasi Dinamo është ekipë elite e kjo dihet, jo vetëm futboll, por volejboll. E në dysh Dinamo e famshme e volejbollit apo dhe basketboll, po ashtu. E tashmë nuk ekziston më për basketboll Dinamo prej 2 sezonesh, por të njëjtat vështirësi që ndoshta çudia është pse nuk janë shkrirë akoma dhe këto ekipe, pasi me të njëjtat financa janë dhe Partizani dhe Studenti, por ndoshta me vullnetin e mirë të disa personave që po i mbajnë këto ekipe akoma në këmbë me shumë vështirësi. Akoma pra këto ekipe vazhdojnë të jenë në kampionat, por vuajnë jashtëzakonisht shumë vështirësi financiare dhe shohin përpara syve se si luhet një kampionat përballë ekipeve që vijnë nga rrethet dhe kanë komoditete të jashtëzakonshme financiare ku mbështeten nga bashkitë, ndërsa ekipet që mbështeten nga ministrit pra kanë këto vështirësi. Ka qenë për ata që ndoshta kanë lexuar diçka nga mediat e shkruara nëpër gazeta ku është folur për sportet, pra për tokfjalçin e famshëm tashmë shumë sportshi, që përveç futbollit janë gjithë sportet e tjera që përfshihen në një faqe gazete. Kujtojmë që është folur gjatë pasi kujtojmë që ekipet që varen nga bashkitë, ekipet në rrethe, nëpër qytete kanë pra tashmë me ligjin e ri që ka hyrë në fuqi besoj në mars të 2009-s, bashkitë i kanë rritur shumë të ardhurat ekipeve dhe paguhen mjaft mirë këto ekipe, edhe këto që shohim në ekran, edhe të tjerë që mund të jenë edhe në kategori të dytë, paguhen mjaft mirë, shumë mirë, por niveli, ajo që ka shohim dhe sot në ekran, niveli është tepër i dobët dhe puna ndoshta qoftë nga vetë klubet, administrimi
i të ardhurave, merkato e dobët, lojtarë që ndoshta nuk stërviten mjaftueshëm, trajnerë që nuk punojnë ndoshta sa duhet. E pikërisht niveli vjen gjithmonë duke u dobësuar, edhe pse në të kundërt financat po vinë gjithmonë duke u rritur në disa ekipe, në disa pra skuadra që në disa klube që mbështeten nga bashkitë. Ka, le të themi, përmirësime mjaft të mira në disa rrethe të ndryshme, duke përmendur Skënderbeun e Korçës që ka një përmirësim këtu, do të përmendja vetëm për basketbollin, por natyrisht dhe në volejboll ka ndryshime të mëdha. Kujtojmë që në basketboll ka një përmirësim të jashtëzakonshëm në basketbollin e meshkujve tek Skënderbeu i Korçës, apo në disa ekipe të tjera, Vllaznia që ka qenë gjithmonë elitë e basketbollit, apo ndoshta tek Tuk dhe ndonjë ekip tjetër, por edhe një për dalë tek ideja, pavarësisht nga paratë shumëta, financat që vinë nga bashkia, nga bashkitë e rretheve, rrethet vinë me ekipe të dobta, me nivele të dobta, me lojtarë jo fort bindës, ndërsa kryeqyteti që vlon ndoshta nga talentet, nga lojtarë mjaft të mirë, vuan mungesën e fondeve, mungesën e mbështetjes, mungesën e financave, dhe lojtarë kryeqytetas që ndoshta detyrohen të luajnë në ekipe të tjera, në ekipe ose jashtë vendit, ose natyrisht dhe në rrethe. Dhe ndoshta po shohim para syve të realizohet ana më negative, shkrirja e disa klubeve elit, dobësimi, ku si shtam pak më parë, Dinamo është shkrirë tashmë për basketbol, në këto 2 sezone të fundit nuk kanë marrë pjesë, dhe një tjetër ndoshta lajm i keq për ata që janë nostalgjik të basketbollit, Partizani këtë sezon luan në kategorinë e dytë. Partizani i famshëm i 35 kampioneve të fituar, që besoj jo në Shqipëri që nuk diskutohet, por dhe në Europë ka ndoshta pak ekipe që kanë arritur kuotën e 30 kampionateve të fituar. E Partizani në basketboll i ka arritur 35 kampionate të fituar. Pra historia është histori, legjendat janë legjenda. Partizani famshëm i Agim Fagut e të tjerë, për të mos përmendur ndoshta shumë ish lojtarë të tjerë, por që është përbërë gjatë gjithë dekadave nga super yje që kanë ushqyer kombëtaren. Partizani famshëm, si thami, 35 kampionateve e i shumë kupave e të tjerë, historia e vetë basketbollit apo personifikimi basketbollit, tashmë pra luan në kategorinë e dytë, ndoshta nga kjo mungesë, pra financash apo mbështetje. Ndoshta u zgjatëm disi me këtë ide, me faktin e vështirësive që ndoshta njihen në çdo sport, në çdo ekip, në çdo klub, vështirësitë financiare, por ndoshta është disi apel për gjithë ata që kanë minimalisht diçka në dorë, pra mundësi për të rikthyer edhe një herë ekuilibrat, pasi është vërtet mëkat që ekipe si Partizani, Dinamo, edhe Studenti të jenë në këto vështirësi dhe të jenë në prag shkrirje. Pra vërtet do doja të kishte një përgjigje për këtë apel, e të kishte vërtet mbështetje dhe reagime për këtë moment të vështirë, pra që po kalon basketbolli. Shohim tashmë Marcel Aliaj, pra në vijën e gjuhëve të lira arrin të realizoj. Edhe njerë topi për Vllaznin, janë minutët e fundit të këtij takimi, pra. Në këto momente ka një vjedhje të bukur dhe vjen dhe koshi mjaft mirë interceptime pas një kosh individual. Edhe një përsëritja. Përsëritet disa herë ky kosh i fundit. Janë aksionet që do të përmbyllin tashmë këtë periudhë 4 dhe këtë takimi vjen dhe gjojtë për 3 nga Luca. Ashtu në këto momente sulmi shpejt dhe vërtet i bukur. Vërtet i bukur ky sulmi shpejt
dy pasime me njëri tjetrin në një distancë shumë të ngushtë brenda zonës dhe arrin të realizojnë. Lojtarët e Vllaznis, topin tashmë e ka Berberi. Edhe një Marcel Aliaj. Vjen gjuajtja e pasak, Berberi po shkoshit, realizon për 2. Realizon. Vjen dhe kjo gjuajtje për 3 tashmë dhe është saktë, duket tek Valbona, më falni, tek Teuta. Duket tek Teuta që ka jo vetëm një dorëzim, po ndoshta një mosdëshirë tashmë për të vazhduar takimin. Pasi i shohim lojtarët nuk vrapojnë më, por thjesht ecin, nuk mbrojnë, por thjesht shikojnë se si shënon kundërshtari. Dhe është ky ai nivel që po përmendja pak më parë. Shohim pra, nuk ka pothuajse mbrojtje fare në këto momente tek Teuta, pavarësisht nga shqetësimet e teknikut Kastrati që kërkon vërtet diçka më tepër nga ekipi, por ekipi nuk po reagon, edhe pse është një diferencë madhe, edhe pse po merr ndoshta një humbje të thellë. Gjuajtja e dobët kjo e Berberit. Edhe një pasi në këto momente dhe vjen kosh me zëduk nga Taraboshi, janë 2 koshat të fundit të tij të shënuar për Vllaznin. Shohim tashmë lojën e qendër. E në të dyja ekipet, në të dyja palët aktivizohen tashmë më të rinjt. E këtu shohim një veprim të bukur, por përfundon me kosh nga shoku i tij. Edhe një Marcel Aliaj. Shohim mbrojtje agresive. Kjo është ndoshta diçka vërtet e bukur tek Vllaznia, edhe pse ka një avantazh tek 40 pikëshi. Ka një mbrojtje tepër agresive, shohim që shënon në këto momente Taraboshi, por me sa duket ka patur një faull më parë. Por siç më thonin pak më parë, Vllaznia edhe pse është në një avantazh të thellë, drejt 40 pikëshit ka një mbrojtje tepër agresive, jo vetëm që ka avantazh, jo vetëm që është duke fituar ndeshjen, por është uritur akoma për të shënuar pikë dhe për të mos lënë kundërshtarin të ketë lirshmëri. Dhe shikoni mbrojtje vërtet agresive, në asnjë moment nuk e kanë ulur tempin e mbrojtjes. Vazhdojnë, i shohim pra, vërtet agresiv. Bledar Gjeshaj vërtet ka bërë një punë mjaft të mirë me, jo vetëm me titullarët, por dhe me këta djemë të rinj që aktualisht po aktivizohen dhe tregojnë natyrisht dëshirën e tyre për të luajtur dhe për të arritur, për të fituar vend si titullar. Shohim pra dhe një gjuajtje për 3 pas sakt. Topin e ka Marcel Aliaj. Vazhdon Marcel Aliaj, por në këtë rrëmuje sipër hapet topi për Luca. Dhe vërtet një kosh i bukur ky nga Luca, mjaft mirë. Arrin ta përfundoj me 1-2 pikësh këtë aksion individual. Gjithsesi vërtet për të përgëzuar në këtë ndeshje forma e lojtarëve të Vllaznis, një mbrojtje mjaft e mirë. Dhe më pas gjithçka reflektohet edhe në sulm më pas, të saktë në gjuajtjet për 3, ku janë natyrisht tepër të saktë, ndoshta janë ekipi që shënon më shumë në kampionat 3 pikësha, por dhe lojtarët qendra kanë qenë vërtet të spikatur në këtë ndeshje. Si Taraboshi, i cili ka topin, gjuajtja e saktë. Vazhdon të shënoj, e ndjen veten ndoshta më të fortë se kundërshtarët e tij, se mbrojtësit e tij. Në çdo duel 1-1 arrin të shënoj. Në këtë moment ka një faull në dëm të Marcel Aliaj. Një lojtar shtatlart Marcel Aliaj, 2 metra i gjatë. Një lojtar i cili luan në pozicionin 3, pra është një ansor i midfield, një gjuajtës
i pastër. Ndoshta shikuesit në këtë takim nuk kanë patur mundësi të shohin këtë lojtar në 100% e tij sot, nuk ka qenë në një ditë mirë, por është një lojtar i cili në ndeshjet e mëparshme kundër Studenti ka shënuar 35 pikë, kundër Valbonës ka shënuar 30 pikë. Ndoshta pritet kjo edhe kundër Vllaznis, por nuk është përsëritur, ndoshta e njëjta ditë e mirë, e njëjta formë e mirë. Shohim tashmë qarkullimin e topit dhe ka fall me sa duket. Shohim të dy gjuhët e lira tashmë. Arrin të realizojnë në të dyja dhe shohim përgjigjen për këtë aksion të fundit. Mbeten pak sekonda të shohim gjuhët e fundit dhe mbyllet, pra të nderuar teleshikues, pra mbyllet takimi me këtë gjuhët e fundit ku natyrisht ekipi shkodran arrin thuajse me 3 shifra, ka arritur të shënojë 98 pikë, vërtet një ekip mjaft i mirë në sulm. Prodhimtari e madhe, 98 pikë ka arritur të shënojë përballë të Ullës. Pra, të nderuar miq, ky ishte takimi i sotëm. Përfundon me këto pamje. Uroj të keni kaluar mirë. Në javën e ardhshme do të jetë një tjetër sfidë nga kampionati kombëtar shqiptar, e natyrisht nga spektakli ku do të ketë të tjera sfida. Edhe një herë të nderuar miq, uroj të keni kaluar mirë. Mirupafshim.